Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë këtë fillim jave një vizitë pune në Izrael, ku do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit. Të hënën pasdite kreu i qeverisë shqiptare do të marrë një fjalim në parlamentin e Izraelit, sipas protokollit të posaçëm që Knesset u rezervon një numri të kufizuar udhëheqësish të huaj dhe së fundmi presidentit amerikan Donald Trump. Në këtë vizitë kryeministri shoqërohet nga delegacioni dhe bashkëshortja Linda Rama. Kryeministri do të ketë një takim të veçantë edhe me kryetarin e Knessetit Amir Ohana dhe më pas me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Në këtë takim do të diskutohet për forcimin e marrëdhënieve mes të dyja shteteve, bashkëpunimi në fushat e interesit reciprok si energjia dhe sektori i ujit. Në fokus është edhe rritja e ndërveprimit në çështjet e sigurisë dhe luftës ndaj ekstremizmit të dhunshëm për mbrojtjen e vlerave të përbashkëta që ndajnë popujt tanë. Misia mes të dyja shteteve është e bazuar në historinë e shpëtimit të hebrejve nga shqiptarët gjatë të pushtimit nazist, ku asnjë hebre nuk ra në duart e nazistëve dhe ku ata gjetën strehë dhe mbështetje mes shqiptarëve të feve të ndryshme. Ka shumë histori të familjeve myslimane në Shqipëri, të cilat morën në mbrojtje aso kohe familjet hebreje. Gjatë qëndrimit në Jeruzalem, kryeministri Rama do të kryejë gjithashtu vizitë simbolike në Murin e Lotëve dhe në Kishën e Varrit të Krishtit.